Nëse ne japim dhe mendojmë, do të thotë kemi pritshmëri. Pritshmëri lëndoj. Nëse japim, është e jona për gjithmonë, vetëm i kush, që ne nuk duhet ta mendojmë. Ne nga jeta marrim atë që japim. Përgatitu ta marrësh faturën e asaj që ke dhënë, herët avon. Sepse kështu funksionon. Kjo është jeta, karma. Nëse neve duam që të marrim më shumë nga jeta, ne duhet të kontribuojmë më tepër. Zig Ziglar thoshte, do më shumë, ndihmo më shumë njerëz. Ti jep jo se mendon se duhet të japësh, por ti jep se është natyra jote. Nëse ti jep dhe pret diçka, ky është problemi. Dora që jep është sipër, dora që merr është poshtë. Ti je më i bekuar. Ti tregon marrështinë tënde, duke dhënë, duke ndihmuar. Nuk është e nevojshme të jetë gjithmonë në vlerë leku apo material, mund të jetë çdo gjë tjetër, çdo gjë të mirë që kemi. Se nëse e japim, është e jona për gjithmonë, ajo do na kthehet. Universi ta kthen njeriu vlerësohet jo për ato që ka, po për ato që jep. Kontributi do thotë dhënie pa menduar, dhënie në komunitet, dhuratat të cilën mund të bëjmë, kohën tonë që harxojmë. Ku ka kënaqësi më të madhe për veten time kur e them që unë bëj diçka për komunitetin tim? Është gjë e madhe shumë. Ne si kompani kemi një buxhet dhe e çojmë për bamirësi. Po ajo është tjetër gjë. Po kjo gjë që unë bëj, kjo është një dhuratë shumë e mirë, një bekim shumë i madh për veten time, që unë mundohem të paktën të përcjell mësimet të mia, që këto mësime të cilat do të kam nxjerr 33 vjet në eksperiencë apo 55 vjet jete, edhe gjithë ato njohuritë që kam marr, investimet që kam bërë te vetë ime, t'ja jap njerëzve. T'ja jap njerëzve në formën e mësimeve. Që ata të mos i bëjnë këto gabime.